Tingulli i rrufes më bëri të kërceja në vend. Jo ajo që goditi jashtë dritares, por ajo që u ndez në sytë e mi kur pash atë që babi mbante në duar. Dhomën e ndriçoi një rrufe e bardhë dhe për një sekond të shkurtër, ai nuk ishte më thjesht babi, ishte diçka tjetër. Ishte një mbrëmje si shumë të tjera, apo jo? Dukej si e tillë. Erë e supës me pule dhe petulla që ngrohte kuzhinën. Zhurma e televizorit në dhomën e ndenjes që fliste për motin e keq. Unë isha ulur në divan, me gjunjë të përqafuar, duke luajtur me cepin e jorganit. Babi ishte në këmbë, përballë meje. Ai më kishte thirrur që të flisnim. Ke një mosh tani, kishte thënë, me atë zërin e tij të ngrohtë por pak të lodhur. Ke nevojë të dish. Dhe pastaj ai e bëri atë lëvizje. Aq të thjesht, aq të natyrshme. Ai e ngriti dorën dhe unë pash. Pash për masën e tij. Jo trupin, jo gjatësinë, por diçka më të thellë. Pash madhështinë e përgjegjësisë që ai mbante mbi supe. Ai mbante një qelës. Një qelës i madh, i vjetër, prej hekurit të nxirr, aq i madh sa pëllëmba e tij mezi e mbante. Nuk ishte qelësisht pison, i vogël dhe i zakonshëm. Ky ishte si nga një kohë tjetër, nga një botë tjetër. Një qelës që dukej se hapte jo një derë, por një peshë. Ky, tha babi, duke rrotulluar ngadalë në dritën e lambës, është qelësi i kasafortës së familjes. Jo kasaforta me para, por kasaforta e sekreteve. E fjalëve të pashqiptuara. E dhimbjeve që nuk guxojmë t'i themi me zë. Dhe unë u tmerova. Jo nga qelësi, por nga ajo që ai përfaqësonte. Sepse për herë të parë, pash se sa i madh ishte babi në sytë e botës, sa shumë mbante ai. Ai mbante mbi supe historinë e gjyshit, të stërgjyshit, të gjithë atyre që kishin ecur para tij. Dhe tani, ai donte t'ia kalonte atë peshë mua. Mua, që isha vetëm një vajzë me flokë të gjata dhe ëndra të lehta. Ai e afroi qelësin drejt meje. Është koha, tha. Dora e tij ishte e fortë, por unë pash një dridhje të vogël në maj të gishtave. Një dridhje që tregonte se edhe ai kishte frikë. Frika se unë nuk do ta kuptoja. Frika se unë do të largohesha. Unë e ngrita kokën dhe e pash në sy. Sytë e tij, ngjyrë mjalti, ishin të lodhur. Ata kishin parë shumë. Kishin parë largjime, kishin parë mbyllje, kishin parë net të gjata kur ai rinte zgjuar duke menduar si të na mbronte. Dhe në atë çast kuptova. Madhësia e tij nuk ishte në lartësinë e trupit, por në thellësinë e shpirtit. Ai ishte aq i madh sa mund të mbante dhimbjen e të gjithëve pa u ankuar. Ai ishte aq i madh sa mund të qëndronte në këmbë ku gjithçka rreth tij shembej. Por ajo madhështi më trembi, sepse unë nuk isha gati. Unë isha ende ajo vogëlushja që fshihej pas këmbëve të tij kur kishin frikë nga stuja. Dhe tani, ai po më jepte qelësin e stujës së tij. Ai po më tregonte për masat e sakrificës së tij. Mos ki frikë, më tha ai, duke e marrë dorën time të vogël dhe duke e vendosur qelësin në pëllëmbën time. Qenësi ishte i ftohtë dhe i rëndë. Më rëndonte më shumë se sa mund ta mbaja. Nuk do ta hapim kasafortën sot, vazhdoi ai. Vetëm dua ta mbash. Të ndjesh peshën e saj. Që ta dish se një ditë do të jesh ti ajo që do ta mbaj. Lotët mu ngriten në sy, por nuk rjedhan. Nuk doja të tregoja dobësi. Nuk doja që ai të mendonte se nuk isha e denjë. Por brenda meje, një zë i vogël bërtiste. Po si të jem unë aq e madhe sa ti? Po si të mbaj unë gjithë këtë? Babi e ndjeu tmerrin tim. Ai e shtëngoi dorën time duke e mbyllur grushtin rreth qelësit. Ti nuk duhet të jesh unë, tha ai. Ti duhet të jesh vetvetja. Dhe madhësia jote do të vijë nga dashuria që ke, jo nga pesha që mban. Ai u ngrit në këmbë, dhe unë pash përsëri madhësinë e tij.
por këtë herë nuk pash një mal që më shtypte. Pash një kull që më mbronte. Një kull që, edhe pse e lasht dhe e plasaritur, që ndronte akoma në këmbë. Dhe e kuptova se tmerri im nuk ishte frikë nga ai, por frikë nga rritja. Frika se një ditë do t'isha unë ajo kull për dikë tjetër. Ai ma ktheu qelësin. Mbaje sa të duash. Kur të ndjesh se pesha është shumë e madhe, më jep. Unë do të jem gjithmonë aty për të mbajtur së bashku me ty. Dhe në atë moment, ndërsa Rufeja tjetër ndriçoi dhomën, unë pash madhësinë e tij të vërtet. Ai nuk ishte i madh sepse mbante gjithçka vetëm. Ai ishte i madh sepse më mësonte se si ta mbaja së bashku me të. Ai ishte i madh sepse edhe kur më jepte barën më të rëndë, ai më jepte edhe dorën për ta mbajtur. Dhe atë natë, unë fjeta me qelësin në njastëk. Jo sepse doja të hapja kasafortën, por sepse doja të ndjeja praninë e tij. Për herë të parë, nuk pash një baba të thjeshtë. Pash një njeri që kishte zgjedhur të ishte kolon për ne. Dhe pash një vajzë që pa e ditur, kishte trashëguar më shumë se një qelës. Kishte trashëguar një detyrë të shenjtë, të rritej aq sa një ditë, të mos kishte më frikë nga madhësia e askujt, sepse do të njihte madhësinë e vet. Tmeri u shndërua në një dridhje të ngrohtë. Një dridhje që më tha se ky ishte fillimi i diçkaje të re. Fillimi i të kuptuarit se madhësia nuk matet me qelsa apo kasaforta. Madhësia matet me zemër. Dhe zemra e tij, për fatin tim, ishte aq e madhe sa më nxinte mua, të gjithë ne, dhe gjithë ato sekrete që pritnin të hapeshin. Kur u zgjova në mëngjes, qelsi ishte zhdukur nga poshtë jastëkut. Por në tryezën pranë shtratit, gjeta një shënim të vogël të shkruar me dorën e tij të ngathët. Kur të jesh gati, do ta gjesh, jo në kasafort, por në zemrën tënde. Dhe pash që madhësia e tij nuk ishte në duar që mbanin qelsin, por në fjalët që la pas. Fjalë që ishin aq të mëdha sa mund të mbushnin një jetë të tërë. Kështu fillova të kuptoja se tmeri im ishte i kotë, sepse madhësia e vërtet nuk tremb. Ajo mbron, ajo udhëzon, dhe ajo, mbi të gjitha, të mëson se si të bëhesh i madh edhe ti.